Një konflikt i dhunshëm me pasojë vdekje u regjistrua rreth orës 15:30 minuta të kësaj të premteje në zonën e njohur si rruga e Çipajve në Vlorë, ku disa persona u përfshin në një përplasje fizike. Burimet paraprake thonë se 3 personat njiheshin më parë me njëri tjetrin, ndërsa pas këtij konflikti, 63 vjeçari Ismail Aliaj u plagos rënd, por ndroi jetë në ambientet e Spitalit Rajonal të Vlorës. Burime pranë bluzave të bardha thonë se ai ka marrë goditje në pjesën e fytyrës dhe të grykës, plagë të cilat kanë rezultuar fatale, duke mos mundur t'i mbijetojë dëmtimeve. Ndërkohë djali i viktimës ka mbetur i lënduar lehtë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e Vlorës është vënë në ndjekje të autorëve, ndërsa vijojnë hetimet për zvarjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë. Autori apo autorët e dyshuar janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Forcat e policisë, përfshirë edhe efektivët e forcës së posaçme Shqiponja, janë vënë në ndjekje të tyre dhe po krejnë të gjithë zonën. Ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë rreth anave të ngjarjes, ndërsa pritet që në vijim të ketë edhe një reagim zyrtar. Për më shumë detaje nga Policia e Qarkut të Vlorës.